Specialistët për hetimin e krimeve në Shkodër referuan në prokurori disa procedime penale për shtetas të përfshirë në shkelje të ndryshme ligjore. Një 39 vjeçar përfundoi i proceduar pasi dyshohet se ka kryer punime ndërtimi pa leje. Një 49 vjeçar, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet policore gjetën një mjet prerës tip thik që u sekuestrua si provë materiale. Një tjetër rast lidhet me një 49 vjeçar që dyshohet se ka kanosur dhe ka tentuar të godas me gur një të mitur 13 vjeçar. Procedim penal policia në 24 orët e fundit pati edhe për 2 të mitur të moshës 14 dhe 15 vjeç, të cilët nuk ju bindën urdhrit punojësve të policisë për të ndaluar motomjetin me të cilin po lëviznin duke e braktisur atë. Motomjeti u sekuestrua si provë materiale. Në prokurori u referua një tjetër rast për njoftim fakti lidhur me një ngjarje të ndodhur në datën 18 mars në aksin Shkodër Ura e Shtrenjtë, ku dyshohet se si pasion një defekti teknik ka rënë zjarr në një automjet në lëvizje, me drejtues një 39 vjeçar. Në Vallëndeje, specialistët për hetimin e krimeve proceduan në gjendje të lirë një 39 vjeçar, pasi dyshohet se ka goditur një 29 vjeçar. Të gjitha materialet i kaluan prokurorisë për veprimet mëtejshme.